Pothuajse ka përfunduar qëndrimi i familjeve të Pastreha nga njësia administrative e Skënderbegas në konviktin e nxënësve të gjimnazit të qytetit të Gramshit. Nga 25 familje të strehuara pas djegjes së banesave, aktualisht kanë mbetur vetëm 4 gra të vetme. Bashkia e Gramshit në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes ka vendosur kontinjer për strehim provizor dhe brenda ditëve të ardhshme pritet të nisë ndërtimi i shtëpive të reja në 7 fshatrat e prekur. Ty prej të strehuarve Liberta Dervishi dhe Myrvete Zisko thonë se gjatë qëndrimit në konvikt kushtet kanë qenë të mira, por ato duan të kthehen në banesat e tyre. Nuk e pandem se do ndiqshim. E zumë si qesharake, se ishim i treti fshat. U dha zjarri në Kullollas, në Bletës, pasaj edhe tek ne. Edhe o burë t'ikim se të shpëtojmë kokën, thamë. Tani kanë pru kondesinjerët, i kanë vendosur, edhe sot mund të bëjnë lidhje punimet atje. Po, djegje, unë a ditë kesh në Gramse, në Goja, dhe vajta, jo më thë një komshi që ka marrë flak, vajta atje, erdi flaka mbrapa me, o abita dhe vetë, sa vajta në shtëpi unë, lash qantën unë, kur dola të porta unë, mori flak çdo gjë, me vrap mora pasaportën asnjë gjë tjetër, mora ishe lakuri. O, mirë, se kanë kohë. Jo, këtu mirë. Uj kemi. Edhe kjo e konviktit mirë, na ka ersil, po unë atë shtëpi, unë e kam dhënë çik me probleme atje, e kam bleru shtëpi, e kemi blerë ashtu, e ka idhu motra mi vete, po që malli shtëpis tëra u dogjen atje. Edhe na ka punë kontinjer një me. Unë jetoj vetëm, burrim ka vdeku, ka sot e 20 vjetë. Jam... Edhe... Shumë keq. Nuk e di. Jam ndërtuar kështu kontinjerët. Edhe... Po nuk, këtu mirë, se qa do na shu neve kemi hall tjetër. Uj kemi patu të ngrotë, kjo e konviktit është tjellë mirë, që është kjo vera bici, nuk e... Nga zjarri i gushtit të këtij viti humbi jetën një i moshuar, u shkaktuan dëme të shumta materiale dhe ngordhën mijëra kafshë, shpendë dhe bletë.